Në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi të Shkodrës u zhvillua Kupa e Shqipërisë në Taekwondo, ku morën pjesë të gjitha ekipet kombëtare. Atmosfera e zjarrt sportive u shoqërua me një paraqitje të shkëlqyer të ekipit vllaznisë në Taekwondo, drejtuar nga Elion Puka, i cili arriti rezultate mbreslënse në të gjitha kategoritë. Klubi shkodran u shpall kampion me ekipin e fëmijëve dhe mori vende të dyta me ekipet e paratë-rinjve, të rinjve dhe të rriturve. Vllaznia u përfaqësua me 68 sportistë, të cilët dhuruan performanca të shkëlqyera, duke arritur 14 vende të para, 21 vende të dyta dhe 25 vende të treta. Për fëmijët 10 deri në 11 vjeç, kampion u shpallën Ajri Sula dhe Asena Gradeci, për fëmijët 8 deri në 9 vjeç Asra Miloti dhe Esra Marinaj, për fëmijët 6 deri në 7 vjeç Hayden Pepic, Geldon Shabaj dhe Kenza Hoxha, për para të rinj 12 deri në 13 vjeç Arel Hysaj dhe Hyma Meirem Bilgin, ndërsa për të rinj 14 deri në 17 vjeç Livia Papa, Elif Miraj Yedgin, Amina Hadri dhe Menida Meta, ndërsa për të rritur u shpall Selma Uruçi. Çdo vit taekwondoja ka një masivizim shumë të madh, normal përveç kryeqytetit edhe në Shkodër, në zonën e Veriut, po përhapet. Kemi formuar ekip në Bushat, ku aty e drejton Nikolin Perzefi dhe Edri Hoti, ndërsa presim që të hapi edhe një ekip i ri në Koprik. Patjetër, pavarësisht se ne kemi nevojë për eksperiencë, shumica e sportistave ndeshen për herë të parë, por kemi sportista që premtojnë edhe për në aktivitete ndërkombëtare. Një arenë festive më tepër se saq është një ndeshje dhe gjithmonë Shkodra ka qenë shumë mikpritse, shumë bukur kemi kaluar, ne e kemi shumë dëshirë që të vim në Shkodër gjithmonë. Pra Shkodra është dashni. Në rrethet e tjera ka filluar duke u rrit masivisht. Janë shtuar edhe palestrat ashtu. Po gjithmonë edhe këtu në Shkodër, gjithsesi e ka sasinë sportistëve që duhet për që të ketë një palestër, por duhet më shumë entuziazëm për të u bashkuar me sportin më të bukur që i përket për artë marciale.